Përshëndetje miq, mirënjohje për gjitha ato mesazhet e mira që më keni dërguar për sa i përket videos që bëra dje për mbi eklipsin e 14 marsit. Dhe i mora shenjat me radhë dhe është e vërtet harrova shigjetarin. Pra kjo video e shkurtër i përket shigjetarit. Shenja e shigjetarit, çfarë ndryshimesh do të mësoj nga ky eklips. Në rregull, kurse videon e plot e keni në YouTube ose në Instagram. Ata që janë ascendent shigjetari, pa tek astrologjia vedike, eklipsi do të aktivizojë shtëpinë e tyre të 9. Gjë që do të thotë shumë ndryshim të madh, është e rëndësishme, prandaj mora dhe shigjetarin. Nuk e, domethënë prandaj po e bëj dhe shigjetarin këtu. Shtëpia e shigjetarit në përgjithësi është e 9-ta, pra shenja e 9 e shigjetarit që drejtohet nga Jupiteri. Do të thotë që ascendentët shigjetarit do të përqendrohen shumë tek hynorja nga ky eklips, do t'i frymëzoj që të mësojnë ligjet hynore të multiversit, të kërkojnë të paktën. Besimet e tyre do të pësojnë transformime, ndryshime feje, ndoshta, ose fet që ke patur, që ke mësuar, o që ke patur shumë kohë, do të shohësh disa mashtrime tek ta. Shigjetarët do të kenë qartësi, besimi më të shumë. Ka ardhur koha t'i afrohesh më shumë hynores, me dharmën, qëllimin tënd në jetë, pse ka ardhur këtu. Pra, kjo është kryesorja për shigjetarët. Okej, për qafime.